Të flasësh për aktivitetin e familjes time ndër vite duhet një kohë e gjatë, por unë do të ndalem në disa episode të veçanta, që besoja vlen të citohen. Fisi im është i shuar për patriotizëm. Gjyshi i mamit, pra, stërgjyshi im, Rasim Kala lindi dhe u rrit në një familje të mesme fshatare, në Peladhi të rrethit Bulqiz. Babai ishte usta murator, me emër të mirë në të gjithë zonën. Gjatë luftës, u shuan për veprimtari patriotike, duke dhënë ndihmë fizike e materiale. Shtëpia e tyre u bë stre për partizanët, gjë që e dëshmojnë pllakat e vendosura përpara shtëpisë, bazë e luftës nacional çlirimtare. Pjesë e qetave partizane u bën edhe kushërinë të gjyshit, në qetën e Baba Faj Martaneshit. Pas çlirimit, gjyshi i mamit ju përkushtua studimeve dhe arriti të bëjë ndihmës mjek i vlerësuar shumë në mat. Gjatë kohës së shërbimit ushtarak, të cilin e kreu në kufir me Greqinë, bëri pjesë në përballjet me provokacionet greke, duke ndihmuar ushtarët e plagosur. Karriera e gjatë në mjeksi e bëri të ishte ndër specialistët më të mirë dhe më me emër në rrethin e matit, duke gëzuar dashurinë dhe respektin e të gjithë banorëve të zonës. Gjyshi im, Pëllum Kala, duke qenë zënës shembullor, ka mbaruar gjimnazin me mesatare 10, duke u nderuar me medalje nga Kuvendi Popullor. Shërbimin ushtarak e kreu në hidrocentralin e Fierzës. Shkollën e lartë e mbaroi për radiolokacion dhe ka shërbyer 24 vjet në Lezhë. I përgatitur teorikisht dhe praktikisht, ai ka mbajtur në gatishmëri aparaturat e radiolokacionit, duke zbuluar të gjitha avionet që kalonin në hapësirën tonë ajrore. Ka mbajtur disa detyra si shef stacioni, komandant batalioni dhe komandant ekipi. Tani është në pension, të cilin e mori kur mbante gradën e majori.